lodhje strategjike, po themi, edhe nga ana e Izraelit, patjetër edhe nga ana e palestinezëve dhe Hamasit. Izraeli ka presion të brendshëm për të ndaluar humbjet dhe tërheqjen graduale të trupave, si dhe rikthimin e pengjeve, ndërsa Hamasi patjetër përveç faktit që ka izolim ndërkombëtar përballë dhe me një situatë katastrofike humanitare në Gaza. Megjithatë ka sinjale që kjo ndalesë taktike mund të themi të evolojë, sepse për herë të parë është pranuar ideja e çarmatimit të Hamasit, një gjë që edhe ne vetë dim këtu se e kemi komentuar edhe me të ftuarit tanë, që ishte e pamendueshme të konceptohej pa kohë më parë. Po tash gjithçka për ta përmbyllur varet nga fazat e ardhshme, pra nëse palët e përmbushin detyrimet që kanë secila, lirimin e pengjeve, tërheqjen graduale dhe hapjen rrugë të një procesi politik duke lënë me një anë dhunën. Pra nëse palët e kanë vullnetin që t'i bëjnë këto hapa, mund të themi që kemi më shumë se një ndalesë taktike. Në fakt Egon Trump ka premtuar jo vetëm ndërmjetësim, por edhe ndihmë për rindërtimin e Gazës. Në të kaluarën planet e paqes në linjën e mesme janë rrëzuar, sigurisht pra nga mungesa e zbatimit praktik. Çfarë bën Egon këtë marrëveshje ndryshe dhe SBA ka realisht kapacitetin politik për të garantuar edhe rindërtimin e Gazës? Po nuk e di se kush mund ta ketë më shumë se sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po themi, këtë kapacitet. Kapacitetin spari për të ndërhyrë, siç bëri, dhe kapacitetin pastaj për të nisur për të ndërmjetësuar procesin politik dhe për garancitë e sigurisë nga të dyja palët. Pra, e veçanta e kësaj marrëveshje është pikërisht ndërhyrja e fortë e presidentit Trump, i cili përveç se detyrës së tij në zyrën ovale është edhe një pro-izraelit i vendosur, gjithë administrata e tij dhe miki Netanyahut. Po nga ana tjetër duket se presidenti Trump ka ose përpiqet shumë seriozisht që të fitojë dhe simpatinë e botës muslimane. Pra po përpiqet që të jetë vërtet një pikë ekuilibri midis të dyja palëve, edhe izraelitëve dhe palestinezëve, ose të paktën botës muslimane që advokon interesat e palestinezëve. Në këtë kontekst ka shpresa, duket gjë e mirë, pra duhet të jemi patjetër optimist, por thash që ky proces ka ende shumë pikë pyetje, sepse shumë çka varet nga mënyra se si palët do të sillen. Mirë, ne mbyllim këtu këtë bisedë së bashku, ndjekim insertin dhe rikthehemi me të ftuarin. Kapaciteti i Ukrainës për të kryer sulme me rrezet të gjatë në brendësi të territorit rus po shihet si një faktor i ri vendimtar në luftën kundër agresionit rus. Perëndimorët planifikojnë se nëse Kievi do të kishte në dispozicion rakesa me ngërkesë më të madhe, si për shembull Tomahawk, Ukraina do të mund të shkatronte objektive kyçe ushtarake ruse, përfshir fabrikën e dronëve Shahed dhe bazën ajrore në Saratov, prej nga Rusia lëshon raketa kundër Ukrainës. Sipas Institutit për Studimet e Luftës, Rusia ka zgjedhur dukshëm prodhimin e dronëve Shahed, duke rritur numrin e sulmeve ajrore. Në shtator 2025, mesatërisht 187 dronë janë përdorur çdo natë, krahasuar me vetëm 83 në janar. Në disa raste sulmet kanë përfshirë mbi 500 dronë brenda një nate. ISU vlerëson se mbi 1900 objekte ushtarake ruse janë brenda rrezës së raketave Tomahawk me distancë prej 2500 kilometrash, çka do t'i mundsonte Ukrainës të godasë drejt për drejt rrjetin logjistik që mban ushtrinë ruse në vijën e frontit. Ukraina ndërkohë ka nisur prodhimin masiv të raketës së vet FP5 Flamingo me rrezë veprimi deri në 3000 kilometra dhe bomba shpërthyese prej 1050 kilogramësh, por sistemi FP5 Flamingo mbetet ende në fazë testimi dhe kërkon kohë për prodhim të mjaftueshëm për përdorim të gjerë. Presidenti rus Vladimir Putin ka reaguar shpërndaj mundësisë që SBA t'i furnizojë Ukrainës me raketa Tomahawk, duke paralajmëruar se personeli amerikan do të përfshirë drejt për drejt në sulmet ukrainase. Ai e quajti një gjë të tillë shkallë të re për shkallëzimi, por shtoi se kjo nuk do të ndryshonte gjendjen në fushën e tij. Por pasojat të mundshme politike dhe ushtarake do të jenë nga pikpamja analitike mund të thuhet se dërgimi i raketave Tomahawk në Ukrainë mund të shkaktojë një përshkallëzim të ri të konfliktit, duke zgjeruar luftën përtej territorit të Ukrainës. Mirë, për këtë çështje kemi kënaqësinë të diskutojmë me zotin Lutfi Bilalli, që kemi në lidhje të drejt për drejt. Përshëndetje dhe faleminderit që jemi sërish së bashku. Ju përshëndet. Përshëndet. Në fakt keni bërë dhe një status, një reagim në rrjetet tuaja sociale
pikërisht për çështjen e raketave me rezervë fuqishme që tashmë Ukraina ka marrë guximin dhe po ja kërkon Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po çështja qëndron kështu që ndoshta çdo furnizim i ri nga Amerika për Ukrainën, si rasti i raketave Tomahawk, shihet nga Moska si një përfshirje e drejt për drejt. Apo kthehen tensione diplomatike në nivelin e atyre të luftës së ftohtë si rrjedhimi i kësaj? Sigurisht çdo, mund të them, ngritje kapaciteteve ushtarake të palës ukrainase rrezikon që rusët të përdorin sigurisht potencial dhe atë që kanë në arsenalin e tyre, që jashtëzakonisht është shumë dimensional dhe me kapacitete jashtëzakonisht të forta. Këtu qëndron rreziku. Mendoj që edhe me Venezuelën e kanë Maduro, me duket në një takim me Putinin për partneritetin e tyre strategjik të shtri paralelisht me këtë situatë në Ukrainë. E kam fjalën po që Amerikanët tentojnë që në Ukrainë të fusin kapacitete dhe sisteme të cilat rrezikojnë, mund të them, brendësinë e territorit rus. Bile mund të them që Tomahawk ka, meqense është një, them drejtën, ndonjëherë pa njohuri njeriu mund të edhe të gaboj për kapacitetin e Tomahawkës, sepse është platformë më tepër detare. Po. Lëshohet nga anijet. Po, nga anijet apo nga platformat e tyre. Dhe nëse dikush mendon ajo kapacitetet toksore dhe është një që gjithë nga, më thëmë, tokajrë. Por, mendoj që rusët tentojnë me Venezuelën, sepse është para invadimit Venezuela të trupave amerikane, mund të sjellin paralelet të njëjtë, po ashtu edhe me Kubën, duket që presidentin e tyre, ose po them të përgatitin atë terrenin e kohës së acarimit ose para shpërthimit të një konflikti atomar sovjetiko-amerikan në kohën e Kennedit, ku rusët kanë tentuar, sovjetikët në atë kohë, kanë tentuar të sjellin armet atomare në Kubë, në petë kër asoj anijes tregtare, dhe është të historie gjatë. Por si rivalitet mendoj që mund të shkojmë det një kanosje dhe një situatë më të rëndë që mund t'i afrohen edhe vetë Amerikanëve. Dhe Oreshniku përmendet që në Venezuelë, po që se është stacionuar atër rrezja veprimit e tij nuk i duhet më tepër se dikun afër 12 minuta për të godititur territori amerikan brenda. Por Tomahawk ka dhe ndërlidha me këtë situatë që mund të kemë pastaj tensionime që kundër përgjigje ardha Tomahawkave për të goditur Rusin për Ukrainën, apo mund të them ndoshta mund të përdoret ndonjë tokë, në këtë rast ujrat në veri të detit Baltik, atër do jetë rrezik që mund të kemi një konfrontim të situatës me përmasa të mëdha dhe realisht jemi para rrezikut të sigurisë së gjithë Evropës. Zoti Vilari, nga ana tjetër, Rusia ka paralajmëruar dhe hakmarrje diplomatike si dëbim ambasadorësh apo nga ana tjetër edhe ngrirje marrëdhëniesh, por ndërkohë edhe Perëndimi duket më i unifikuar. Pyetja ime është se apo e shtyn në fakt presidenti rus Vladimir Putin Perëndimin drejt më shumë uniteti sesa në vend që ta përçaj, pra ashtu siç ishte edhe strategjia e tij në fillim? Thon drejtën, marrëveshja, atakimi i Alaskës nuk është dëmtuar, ndoshta është, mund të them, shkatruar tërësisht, por mendoj që për mendimin tim është treta, që ndoshta është një dakordance e tillë edhe gjatë takimit Trump-Putin në Alaska. Nga se, po që se thash prap, është situatë ose kthimi i doktrinës Monroe atje afër fqinjve amerikan, atër mund të jetë edhe ndonjë marrëveshje.